Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Kishte dhimbje qafe dhe djerësit e inatën, mjekët zbulojnë sëmundjen e rënd. Një grua e re u zgjua me djersitje gjatë natës dhe dhimbje qafe, por pas vizitave tek mjeku, ajo zbuloi një sëmundje të rënd. 22 vjeçaria zbuloi një gungë sa një bizele në qafë dhe se kishte disa kohë që nuk flinte mirë, por pas vizitës tek mjeku zbuloi se ishte një tumor. Edhe pse ditë të vështira erdhën në jetën e saj, ajo nuk u dorëzua. U diagnostikua me limfomën Hodgkins, një formë kanceri që prek sistemin limfatik, dhe shenjat e para të kësaj sëmundje janë zmadhimi i nyjeve limfatike, më shpesh në qafë, sjetull apo ije, temperaturë pa shpjegueshme, djersitje gjatë natës, humbje peshe pa arsyeshme, lodhje e vazhdueshme, kruarje në lëkurë ose ndjesi shqetësuese, dhimbje në nyjet limfatike. Trajtimi mund të jetë limfoma Hodgkins është një nga kanceret me nomën më të lartë të kurueshmërisë, sidomos nëse kapet herët në kohë. Opsionet e saj përfshin kimioterapin, radioterapi, imunoterapi dhe transplant të palcës kockore në disa raste. Megjithatë, shkalla mbijetesës në formën e prognozës është shumë e mirë, veçanërisht për fazat e hershme. Kështu mbi 85 deri në 90% e pacientëve me sëmundje të lokalizuar mund të shërohen plotësisht. Pas kujdesit të mjekëve dhe kimios, gjendja e 22 vjeçares është përmirësuar ndjeshëm dhe ajo tani ndihet mirë. Ajo e ka bërë historinë e saj publike që dhe njerëz të tjerë të jenë më të kujdesshëm për sinjalet që trupi i tyre dërgon dhe të bëjnë kujdes me trajtimin e tyre. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.